Kjo është drejtoria e përgjithshme e policisë. Pamjet e filmuara tregojnë qartë trafikun e krijuar nga parkimet me 2 apo 3 radhë pikërisht poshtë dritarëve të kësaj ndërtese. Kjo nuk është hera e parë që ne sjellim shqetësimin e parkimeve të paligjshme në rrugët e kryeqytetit. Kjo mënyrë të parkuarit është shkaktare e krijimit të një trafiku që është e vështirë ta menaxhosh. Është ky organi kompetent që ka detyrimin ligjor të marrë masa për zhbllokimin e trafikut, por kur policia nuk arrin ta menaxhojë situatën as në dyert e saj, ç'mund të bëjë ajo në pjesën tjetër të qytetit? Nëse një kundravajtje e tillë ndodh këtu, mund të imagjinohet lehtë se në pjesën tjetër të rrugëve të kryeqytetit mbizotëron kaosi. Edhe vetë punojësit e policisë kanë parkuar automjetet e shërbimit në kundravajtje dhe nuk u bën përshtypje fare se mjetet e tjera të parkuara në 2 apo 3 radhë e kanë bërë këtë segment rrugor të kalueshëm me vështirësi. Pak metra më lart, në të njëjtin segment rrugor, pranë maternitetit Koço Gliozheni, është një kaos i vërtet. Nga 4 korsitë e kësaj rruge, vetëm njëra është e kalueshme, por drejtuesve të mjeteve, edhe në të, u duhet të bëjnë manovra zigzake për të shmangur ndonjë aksident të mundshëm. Është e paimagjinueshme të ndodh kjo pra një godine si ky maternitet më rëndësi, me plot kuptimin e fjalës jetike. 2 uniforma policie shihet teksa po gjobisin kundravajtësit. Por nga ana tjetër, asnjë prej drejtuesve të mjeteve nuk shihet të lëviz mjetin për të zhbllokuar rrugën. Këto fjalë janë shkëputur nga pika 4 e misionit të Ministrisë së Brendshme. Siguria rrugore do të trajtohet gjithashtu me përparësi. Niveli i ulët i sigurisë rrugore merr çdo vit me 10 jetë njerëzish dhe shkakton dëme materiale të konsiderueshme. Forcimi i disiplinës së qarkullimit rrugor. Policia rrugore në bashkëpunim me atë bashkiake do të jenë jo vetëm dëshkuese të rasteve të shkeljes së rregullave të qarkullimit, por ato do të shndërrohen në shërbim të qytetarëve, por qytetarët e ndershëm, ata që shkojnë në punë, ata që u drejtohen edhe spitaleve, ata që paguajnë taksat, sot ashtu si edhe shumë herë të tjera, vuajtën në trafikun e rënduar të kryeqytetit.